anën civile dhe në anën ushtarake. Pra të bëjmë ndërtime, projekte, dyfirë që të përdoren edhe nga ana civile dhe nga ana ushtarake. Jo, rrute po i përçërsisht që ky 5% do të vetëm për çështje ushtarake, jo edhe për çështje civile. Pra mos lozni, mos bëni teatr, siç keni bërë deri më sot, që ti përdorim në dy mënyra këto. Para. Pastaj kur thot vjen në aspektin që Rusia ka humbur 1.200.000 luftë ushtar. 1.200 ushtar. Këto prallat në ditë. Po, këto prallat, për çfarë thot? Këto prallat i thot për të krijuar idenë, është një prallë e cila nuk qëndron, për arsye se duke parë rotacionin e forcave ruse, duke parë aftësinë e tyre dhe kapacitetin e tyre për të servitur forca të reja, duke parë kapacitetin dhe aftësinë e tyre për të rekrutuar në mënyrë vullnetare, pra nuk kemi një humbje të tillë, duke parë fuqinë dhe kapacitetin e zjarrit që përdor dhe që zëvendëson humbjet njerëzore, pra në gjithë rotacionin, në gjithë lëvizje matematike të luftës, kjo që thot rute nuk qëndron, po pse e përdor rute këtë? E përdor për të krijuar idenë tek evropianët, për të thënë që Putini është duke krijuar një perandori. Dhe kur ky është i gatshëm të harxojë për këtë perandori 1.200 rusë në ditë, pra nuk do të pyesi për rusët që vdesin ditë, po për evropianët që mund të vdesin nesër për të bërë perandorinë e tij. Pra kjo është ideja. Pra ky po krijon një perandori dhe kur ky pyet për njerëzit e vet, për ne nuk pyet jo. Pra shikoni me kë kemi të bëjmë. Pra gjithë për të krijuar këtë idenë. Pra detan po shkot tek po. Dhe pastaj mundohet ta lidhë luftën dhe thotë që kjo do të ketë reperkusione mbi qytetarët evropian, mbi votuesit evropian, dhe këtu lidhja bëhet në aspektin e saj shumë e thjeshtë. E ke parasysh kur ti merr një elektricist për të bërë vlerësimin e sistemit tënd elektrik në shtëpi. Dhe elektricisti thotë që ky sistemi që ke ti, ky mund të mbajë edhe ca kohë, por ama në rast pas 5 viteve, ky sistemi do të marrë zjarr i gjithë dhe gjithë shtëpia do të marrë zjarr. Dhe ti thua, po mirë, po sikur të ndroj të vë një siguresë më të madhe, ose të vë një prizë më të mirë. Ai thotë ti vë ndash një prizë ndaj siguresë, po se ndrove gjithë sistemin, ky sistemi jo do të marrë flak. Pra kjo është ideja që përkën të krijojë të evropianët, të qytetarët që shikoj, duhet jemi të gatshëm të sakrifikojmë, pra të heqim para nga shëndetësia në gjërat aty kalojnë dorë, sepse duhet që të blejmë, pra është më vlefshme po i thotë të blejmë një sistem ramatimi që kushton $100 milion, sesa të harxojmë këto $100 milion për ndërtuar dy spitale. Pra, Europa po futet në këtë mindset dritan. Ky është qëllimi dhe ky është qëllimi i këtij fjalimi, ta fusi në këtë mindset. Nuk ka të bëjë me aspektin që nesër, dhe pse ta fusin këtë mindset? Dhe fjala kur thotë që juve përmendet sa që do bëjmë luftën që kanë bërë dyshit dhe se bëhet vëlla për luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore. Atëherë duhet kemi gjë parasysh. Kur dëgjon këtë aspekt, i referohet luftës dyshit janë luftës së parë, dyshit janë luftës së dytë. E qartë. Ky është referimi historik që ai bën. Dhe kur ti je shef në këtë aspekt, thua, ore ky megjithmonë pas ka çmendur nga mend e kokës, sepse në 1914 një gabim ose një përllogaritje e gabuar strategjike për një përllogaritje të gabuar strategjike u vran me miliona njerëz, ndërsa në 2025 ose në 2030 për një përllogaritje të gabuar strategjike për disa minuta do të zhduken kombe të tëra, sepse lufta do përshkallëzojnë luftë nukleare. Përshkallëzon në një përplasje të mundshme të gjitha palët janë efektive, sepse është një luftë të cilën nga ana konvencionale as NATO, as Rusia nuk mund ta fitojnë nga njëra tjetrës. Por sot me fuqitë konvencionale dhe me avancimin teknologjik dhe ushtarak që ka bërë Rusia në këto pothuajse 10 vitet e fundit, në këtë dekadën e fundit, ka aftësi të shkaktojë Evropës dëme të tilla materiale, pra të shkaktojë një dëm të tillë që nuk e ka parë për vitin 1945, dhe dëmi që mund t'i shkatërrojë me goditje do t'i përngjasë dëmit që bombardimi amerikan i bëri Dresdenit gjatë luftës së dytë botërore. Por që të themi që të dyja që ajo fiton, kjo fiton jo, asnjëra palë nuk e fiton dot luftën. Pra skenari në përplasje. Dhe në momentin që ti shkon në këtë pikë, atëherë kur Evropa do shkojë në këtë pikë, edhe Evropa ka dy entitete brenda, dy shtete të cilat kanë fuqi nukleare, është Franca dhe Britania. Dhe në momentin që ti shkon në këtë përplasje konvencionale dhe e shef që nuk po e fiton, atëherë në fund çfarë do të bëjë? Franca dhe Britania do të përdorin bombat bërthamore taktike. Në momentin që ti përdor bombë bërthamore taktike, edhe ai tjetri do të përdori bombën bërthamore. Pra, në fund fare do të shkojmë që për disa minuta do të shkatërrohen kombe të tëra. Pra nuk është i njëjti gabim që bëhet në 1914 ose në 1941 ose 43. Pra kjo është ideja e saj që Rute po krijon të krijojë. Dhe kur përgatitemi thotë dhe vinte ajo që i bie që të përgatitesh sot për nesër, pra në rast se neve ndrojmë sistemin, në rast se neve armatosemi sot, bëjmë këtë, nesër fëmijët tanë nuk do të shkojnë luftë, sepse
po bëhet çështje preventive, pra në rast se ti përgatitesh sot për luftën, dhe përgatitesh mirë ushtarakisht, ndron strukturën, merr komplet armatim të ri, pra kur them armatim të ri, jo ky që është, sepse sot ti mund të kesh prodhim, pra sot një tank Leopard e vërtet është që del sot nga fabrika 2025 dhe ti thua tank, ai s'është tank i ri. Ai është teknologji e vitit 1980. Pra ai është modeli ai s'ka strytur në punë më, sepse ai tjetri ta ka zënë dhe ti di gjitha pikat e dobta. Pra ai tanku jo s'vlen as i vler. Pra ti duhet të prodhosh teknologji të re. Dhe kur ti prodhon teknologji, atëherë bën atë çështjen preventive, pra edhe tjetrin bën atë mbrojtjen preventive që edhe ai tjetri kur ti shef që je fuqizuar, i armatosur, je fuqizuar, i ke rritur gjithë kapacitetet tua, atëherë ai të riqet dhe nuk sulmon. Pra kjo është ideja që të lutet po kërkon të krijojë, por duhet ky fjalim për të shkundur evropianët që paguajnë 5% se nuk e paguan kush 5%, sepse ti ke para një jave Gjermania deklaroi që neve deri në vitin 2029 nuk e kapim dot 3.5%. Pra kur deklaron Gjermania që nuk e kap dot 3.5%, imagjinoni vendet e tjera të NATO-s për shi edhe nere, a mund të kapim neve ato përqindje? E qartë. Klet, si e vlerëson këtë deklaratë të Rutes, e cila duhet të pati jehon shumë të madhe, e sidomos nëse ma bën dot lidhjen me këtë që thot Dritani, me gjyshërit dhe stërgjyshërit, me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore. Po mendoj që Rute është kryetari një organizate e cila duhet imagjinoj një të ardhme ndofta pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. NATO. Si i tillë, ndofta duhet që të mobilizoj vendet europiane të cilat nesër pas nesër të ruajnë ato çka mund ngelet nga NATO-ja. Kjo është plani i parë. Pastaj plani i dytë, ajo që thot Dritani ka qenë pjesë e komenteve të mëdha që janë bërë kanë paktën një vit e gjysmë, 2 vjet që bëhen. Po. Për sa i përket jo thjesht nocionit e armatimit, po ajo që duket të futet në mendjen ose në mentalitetin evropian, ideja i luftës në vetvete, po ideja që mund të shkohet luftë, pra që lufta është e mundshme dhe është pjesë e natyrshme e aktivitetit njerëzor. Dikush ndje par dje po bënte ose ka qenë një studius holandez i cili ka pat bërë po vjen mend emri, ka pat bërë një përllogaritje cila ka qenë koha e paqes në të gjithë botën e civilizuar, duke marrë që nga fillimi i civilizimit deri më sot, ai llogarisë 2 apo 3 vjet pa një konflikt. Pra konflikti është pjesë normale e jetesës në glob, kudo që e shef. Ajo që ka ndodhur në Evropë, jo nga vitet 80, po jo nga vitet 40 e tutje, po nga vitet 90 e tutje, ka qenë që konfliktet nuk kanë qenë të mundshme ose kanë qenë shumë të kufizuara dhe për këtë arsye ka pasur edhe çmobilizim i cili është pjesë edhe e repertorit shoqëror sot. Pra ideja e çmobilizimi nga mundësia e luftës. Nëse deri dje një pjesë e mirë e shoqërive, në një pjesë të mirë shoqërie europiane kishte një memorie të shërbimit ushtarak, jo thjesht si shërbim ushtarak, si aktivitet social, si pjesë e jetës e mindsetit pak a shumë të meshkujve, e mentalitetit. Sot ajo është zhduk, ka 20 vjet që gati është zhduk. Kjo është një pjesë fundamentale dhe e rëndësishme asaj që thot Rute. Pra ideja është që në Europë duhet mësohesh me idenë e konfliktit, me idenë e luftës. Me idenë e luftës jo thjesht si ide që mund të vi, po me idenë e luftës si pjesë të përditshmërisë tate. Në mbijetesës. Përditshmërisë. Sot ushtria nuk është më, nëse për shembull mbaj mend një vizitë që kam bërë në 2016 në Singapur, që është një mikroshtet shumë i vogël, kam vëre në stacionet e metros shumë të rinj të veshur në uniforma ushtarake, burra edhe gra, përgjithsisht burra, por edhe gra. Është një pamje cilën ti nuk e shef sot në Europë. Në Europë jo. Në Europë jo, mund ta shohësh në vende të tjera, po jo në Europë është e pazakontë. Është demilitarizuar. Është demilitarizuar nga pikpamja nga pikpamja sociale. Po kjo është diçka që në Europë ka ndodhur edhe mbas luftës parë botërore. Pra ideja e refuzimit të luftës mbas luftës parë botërore ka bërë që deri kur ka plas lufta e dytë botërore, një pjesë e madhe e shoqërive europiane refuzonin idenë e luftës. Vetëm shpërthimi i luftës mobilizoi shoqëritë u mobilizuan për shkak të rrethanave. Po. Dhe ajo që Rute mendon nuk është thjesht ideja e ata që kanë bërë gjyshit, stërgjyshit e kështu me radhë, por ideja e krijimit të idesë që ke shtetet moderne bazohen mbi një mobilizim të madh shoqëror që nga
luftrat napoleoniane, shërbimi ushtarak ka filluar të jetë detyruar për gjithë meshkujt e tjerë, ka vende si puna Izraelit që i kanë futur edhe për gratë e kështu me radhë. Lufta moderne është luftë totale. Nëse është luftë totale, atëherë do përfshijë gjithë popullsinë, pavarësisht kapacitetit ose jo teknologjik që ti mund të kesh. Mund të kesh një kapacitet teknologjik shkatrimtar, por ti nuk mund ta disociosh nga mobilizimi kolektiv. Mobilizimi i luftës prek gjitha aspektet e shoqërisë. Shoqëria se tani mund ta di këtë më mirë, por një shoqëri ose është krijuar mbi një modelin e ushtrisë, ose ushtria krijohet mbi modelin e shtetit edhe të do ta diskutojmë këtë punën e NATO-s. Prandaj mendoj që kjo është, por kjo nuk është diçka e re, ka të paktën mbi një vit e gjysmë që bluhet rënd. Jo, është kjo një deklaratë që le të themi do t'i bëj vendet europiane të investojnë më shumë tek Ukraina për shkak se Ukraina shifet si le të themi ai kufiri i fundit apo kështjella e fundit që po mban Rusin larg para 2 javësh redi po kishin një leksion në universitet mbi e kam këtë pyetje direkt një sekond ta mbaroj telegramin e George Kennedy, telegramin e gjatë që i çon një funksionar ambasadës amerikane në Moskë, i cili çon 47 e çon në Shtetet Bashkuara të Amerikës së 48 diçka e tillë, dhe ai flet për strategjinë e përmbajtjes apo containment. Aty fillon pak a shumë ka pikpamja e mundësisë lufta ftohtë. Lufta ftohtë kishte filluar. E pa deklaruar kishte thuajë që ku mbaron lufta që quhet e dytë botërore. Por dhe kjo është në logjikën e përmbajtjes, e containment dhe përmbajtjes. E qartë. Është apo nuk është Ukraina, mbijeton apo nuk mbijeton Ukraina, kjo është situata. A do të çojë, le të themi, ky mobilizim, se duhet thënë që në një farë mënyre rute, pavarësisht se mbase në bisedën që bëm deri tani nuk e tham, Ukraina shikohet nga aleanca si një kështjellë shumë e rëndësishme që po mban, le të themi, Rusin, si front shumë i rëndësishëm që po mban Rusin nga një sulm i mundshëm ndaj Europës. Dhe do të kemi një investim më të madh të aleancës dhe europianëve. Edhe aleanca edhe europianët e kanë të qartë që Rusia nuk e sulmon asnjëherë Evropën dhe nuk e sulmon Evropën. Nuk bëhet llak, por kjo është një retorikë. E para duhet të them aty kur Kledi tha që Rute në fjalimin e tij nuk e parasheh asnjëherë NATO-n pa Amerikën. Për arsye se në fjalimin e tij ai përdori faktorin Trump. Dhe ai tha Trumpi është i vetmi person i cili mund të vendosi paqen ai nuk e përmendi i vetmi, pra domethënë që NATO pa Shtetet Amerikës nuk ekziston. Pra është e qartë, ai në këtë e bëri me dije që neve pa ju bëri me dije evropianëve që neve pa Shtetet Amerikës nuk mund të shkojmë në asnjë vend. Dhe e gjithë investimi ushtarak që duhet bëj NATO evropiane është që këto para të japi për industrinë ushtarake të vetën, të unifikuar dhe të amerikane. Pra, duke u thënë evropianëve që ore ka mbaruar koha e pushimit, nuk jemi më me mentalitetin e luftës sot. Pra, ka ndryshuar. Totalisht tash ndryshon dhe përse ju duhet Ukraina? Ukraina për evropianët është fronti më i lirë. Pra, këtë po ju thotë, neve duhet vazhdojmë të mbajmë Ukrainën me para, me armatime, për arsye se Ukraina është fronti më i lirë. Pse fronti më i lirë? Sepse ata që vdesin në Ukrainë nuk janë evropianë. Sepse në rast se bie Ukraina, po ju thotë, atëherë në rast se bie Ukraina dhe ne së shkojmë drejt një përplasje, atëherë do të kemi ato pasoja që patën gjyshi dhe sërgjyshi tanë, pat njëjtat dëmtimet, njëjtat vrasjet, njëjtat që ndodhen në 14-ën edhe në luftën e dytë botërore. Vetëm atë hartën e Ukrainës që ishte në Ukraina për Evropën vazhdon të jetë fronti më i lirë. Pra, në këtë aspekt Rute e ka konsoliduar edhe një herë atë që kanë pasur evropianët që të luftojnë Rusin deri në Ukrainasin e fundit. Pra Evropa dhe Perëndimi vazhdon të funksionojë me mentalitetin e kolonializmit. Pra të përdorim atë luftën proxy për të mbajtur atë. Se duhet t'ia mbajnë atë? Sepse mbajtja e luftës gjallë ju jep këtyre liderëve të sotëm evropian të drejtën të qëndrojnë, pavarësisht se këta kanë dhënë vetes një të drejtë morale dhe po flasin të duket sikur flasin mbi një superioritet moral, pavarësisht se kanë degeneruar si nga ana kulturore, si nga ana sociale, si nga ana arsimore. Evropa ka degeneruar totalisht, është një degenerim total, edhe degenerim moral, biles ashtu. Por problemi më i madh është që në rast se neve ja njohim Rusisë, pra në rast se Perëndimi, kjo Evropa ja njeh Rusisë këto territore e Ukrainës, do me thënë që bie poshtë ideja që deri më sot ka qenë krijuar që kufit nuk mund të ndrohen më me forcë. Dhe kjo krijon ide të gabuara të vende ndryshme që atëherë kufirin e ndrojnë si dua dhe me forcë. Dhe në rast se kjo bie, atëherë bie gjithë sistemi politik evropian. Deri tanishëm. Deri tanishëm. Për këtë arsye duhet mbajtur lufta në Ukrainë e ndezur gjatë gjithë kohës,
në mënyrë që mos na bjerë ky sistem politik. A e parajmëron kjo deklaratë, le të themi, një angazhim edhe më të madh të Europës? Jo, nuk do të thotë një angazhim edhe të madh të Europës në Ungarim, do të vazhdojnë ta mbajnë në këtë angazhim për aq sa mundësi ka Ukraina me njerëz. Në momentin që Ukraina s'do ketë më njerëz, kjo luftë do të shuhet. Por duhet vi duke shuar ngadalë, jo me njohje të tillë. Pra unë po të njoh ty ku territoret që ke marr. Për këtë arsye Evropa thotë ne nuk i njohim ato territore dhe ngul këmbë për mos i njohur se i bie sistemi politik që ka sot. Ai sistem që ka ngritur deri më sot. Nga 45-a deri këtej, që kufit nuk ndryshojnë me forcë. Ndërkohë që kufit, realiteti është treguar që kufit ndryshojnë me dhunë dhe me dhunë ka ndryshuar gjatë gjithë kohës. Dhe fakti më kryesor është Kosova. Dhe Jugosllavia dhe Serbia. Me bombardimet të Beogradit. Kjo është fakti më i parë. Kemi Bosnjën. E njëjta gjë përpara Kosovës në 94, pra gjithçka ndron me dhunë. Por evropianët nuk e pranojnë të ide. Ndërkohë, shërbimi i mbrojtjes i Ukrainës njofton se ka një kërcënim nga forca speciale ruse që po infiltrohen në Odesa nga Transnistria. Që do të thotë që, le të themi, ajo fuqia apo ofensiva ruse ka filluar të depërtojë tani më tek ajo që shpesh kemi diskutuar bashkë për Odesën. Dhe kjo është harta pas meje, është harta që projekton në një farë mënyre se ku po shkon gjëja. Nuk është e vërtetë ajo që po ndodh, ajo që çdo gjë që del nga goja e shërbimeve sekrete ukrainase është një pse nuk ka mundësi nga Transnistria? Ta them se s'ka mundësi. Është një gënjeshtër e fabrikuar Kastile për të e fabrikuar në bashkëpunim me shërbimin sekret amerikan dhe shërbimin sekret anglez për të paraprirë një ndërhyrje ushtarake ukrainase dhe të ukrainase në Moldavi ndaj trupave ruse që ndodhen në Moldavi. Atëherë pse nuk ndodh kjo? Si ishte kjo Dritan, se kjo ishte interesante. Po pra të shpjegoj. Jo, vetëm ta përsërisim për ata që po na dëgjojnë se duhet ndalen pak te kjo. Për të paraprirë një ndërhyrje ushtarake të Ukrainës, të mbështetur nga mercenarët e NATO-s kundër forcave ruse që ndodhen në Moldavi. Pra në Transnistria. Ka një plan për... Plani ekziston që 2 vjet. Por nuk po gjendet dot arsyeja për të realizuar këtë plan. Pra plani për të ndërhyrë atje ekziston që 2 vjet. Por arsye për të ndërhyrë planin dhe për të justifikuar nuk po gjendet. Tash po mundohen të krijojnë arsye nga gjitha mënyrët. Dhe kjo është një nga e disata herë që po krijojnë arsye. Ku është në Transnistria? Transnistria ku është? A mundet të është gjitha kjo pjesa këtu. Pra, gjitha kjo pjesa që rrjedh këtu, deri këtu poshtë është Transnistria. Komplet kjo është kështu. Një territor. Këtu në Transnistria, aktualisht ndodhen 5000 forca speciale ruse. 5000 forca. 5000 forca. Këto forca speciale ruse janë vendosur atje që pas përfundimit të luftës së ftohtë. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, gjitha këto vende, shihni Rumania, Bullgaria, Hungaria, gjitha vendet e Traktatit të Varshavës, që kishin armatimin rus që mbanin. Atëherë kur u nda armatimi, mbaroi Tratati i Varshavës dhe u nda armatimi. Siç u nda kur neve dolëm nga Tratati i Varshavës, u nda armatimi. Ne mbajtëm atë që na takonte neve, rusët morën atë që ju takonte atyre dhe ikën. E qartë. E njëjta gjë ndodhi në momentin e shpërbërjes së Tratatit të Varshavës. Dhe gjithë ky municion dhe armatim, rusët ç'a bën? Nuk e morën ta çonin në Rusi, por në Transnistria, në Moldavi, rusët kishin ndërtuar depo të mëdha armatimi, kishin ndërtuar gjatë luftës së ftohtë. Dhe në këtë pozicion, në këtë vendin e Transnistrias, pra kjo është Transnistria këtu, në këtë ndodhen depot më të mëdha të armatimit dhe municionit që ka sot në të gjithë Evropën me armatim dhe municion rus që i përket luftës së ftohtë. Dhe në rast se merret ky depo, ky armatim, Ukraina ka kapacitete të vazhdojë luftën edhe 3 vjet tjera me këtë armatim. Pra nuk ka nevojë të prodhojë më Evropa dhe NATO armatim, pra të mos harxojnë para, por të marrin këtu të gatshme këtë armatim dhe këtë municion që ka këtu. Dhe është munduar nga depot e Rusisë, po nga depot e Rusisë. Janë në Transnistria. 5000 forca ruse janë atje që i ruajnë këto depo. Janë vetëm për ruajtjen e këtyre depove. Në momentin që shërbimet sekrete e Ukrainës e thonë që hyn forcat ruse nga Transnistria këtej. Po hyn në Odesa se ka një projekt për të marrë Odesën. Kjo do thotë, këto 5000 forca janë vetëm për të ruajtur këto. Në momentin që ti thua, do të thonë që forcat e tjera ukrainase po vinë në Transnistria, po nga po hyn këto forca ukrainase, forca ruse në Transnistria. E vetmja mënyrë që forcat ruse të hyjnë në Transnistria është të hyjnë nga Evropa. Pra në rast se Evropa është duke i lënë forcat ruse që të kalojnë rusët sot, si do të jetë kamufluar, që është e pamundur sot që rusët kamuflojnë në atë mënyrë dhe të kalojnë kufit midis Bullgarisë dhe Moldavisë, midis Rumanisë dhe Moldavisë. Regjia kthehej prapë te harta midis Hungarisë dhe Moldavisë, pra është e pamundur që sot ti të kalosh këta kufi, pra rusët të fusin kaq forca speciale, sepse nuk bëhet ti 1-2 persona mund t'i kalosh.
po ti nuk mund të kalosh me qindra. Dhe ti futesh dhe këta pastaj të kalojnë në Odesa. Prandaj kjo është komplet një gënjeshtër e sajuar për të justifikuar mundësinë që këto forca ruse vinë,